Unë erdha nga Medvegja, ti përshëndes shikuesit tuaj, pronarin e këtij televizioni edhe këta shokët e mi, me fyllin e Migjes Qerim, cilën e kam amanet prej ti, ai më ka mësua të luaj me te, nuk jam mësuar aq mirë, po aq sa ka mujt. Dhe u përshëndes nga Medvegja. Fyllin troje tona të Medvegjes, po mendoj edhe në gjitha trojet shqiptare, është një instrument shumë i vjetër dhe një instrument i thjesht që është punuar me mjetet të thjeshta, prej drurit të shtogut fillimisht, por ka qenë mjet i cili ka shërbyer për gëzim, ka shërbyer edhe si një lloj telefoni ditës sotme, sepse nëpërmes fyllit janë dërguar mesazhe shumë të rëndësishme prej kodrës në kodër, prej arës në arë, prej livadit livad. Edhe lehtë kanë bajt në shok, e kanë vendosur, kur kanë pas kohë i kanë fry, kanë bërë muhabet edhe gjymësh me te. Prandaj, këte fyll e kam amanet nga Migja im Qerimi, po përshëndes dëgjuesve edhe shikuesve të këtij televizioni të respektuar. Halet lushen gishtat. Të vësharve. Faleminderit.